Ora 10 e datës 27 qershor 2018. Kanë marrë një telefonat, ndër më të këndshme që ju bëhen në ditët e sotme. Një ftesë për të grumbulluar të gjithë së bashku, pikërisht në ato borë ku takoheshin para 55 viteve. Sot ata duken si zonja dhe zotërinj të vërtet. Mund t'i ndalur pak më gjatë para pasqyrës sot, para se të dinin, jo për të ankuar për rrudhat apo thinjat, por për të kërkuar në reflektimin e imazhit të një 72 vjeçari, atë të një 18 vjeçari. Si dukeshin atëherë dhe si duken sot? Çfarë mendonin atëherë dhe sa shumë rodhi jeta për të krijuar mendimet e sotshme? Je organizatori i këtij takimi. Ky takim i sa ati është që kur ka mbaruar shkolla e mesme dhe kur ju ishit 18 vjeç atëherë? Takimi që organizojmë sot është takimi i 55 vjetorit të marrjes së maturës, 1963. 2018 janë 55 vjeç që kemi marrë maturën. Maturën e kemi marrë tek shkolla pedagogjike ish, ku sot është i ndërtuar Shëtërvani. Zgjollëm gjimnazin për faktin se në vitin e parë, orën e mësimit të edukimit fizik e zhvillonim këtu të gjimnazi. Edhe kjo është. Arsyeja, mas mi qut larg, po mi pru këtu të gjimnazi, ku dhe kam qenë në periudhë relativisht të gjatë kohore drejtorit të gjimnazi rreth 12 vite. Bëhet fjalë për ish maturantët dhe shkollës së mesme pedagogjike Shejnaze Juka, të cilët do të përfundonin maturën në vitin 1963. Dikur ishin rreth 124 maturant në 4 klasa paralele. Dhe sot ka ardhur vetëm një pjesë e tyre pas telefonatave të vazhdueshme dhe këmbguljes së admirueshme të profesor Muhamet Shalës, i cili duhet pranuar që është një natyrë tepër energjike dhe një organizator i shkëlqyer. Kemi qenë 4 maturë, rreth 124 maturant kanë qenë, atë cilët, fatkeqësisht, shpirti i tyre përreth në paqë, një pjesë kanë vdek, janë rreth 30 sa vet, 40 vet, një pjesë janë jashtë atë dhot me familjet e tyre, të cilët i kam kontaktu, një pjesë më kanë qu falënderime, një pjesë më kanë qu mesazhe nëpërmjet Facebookut apo intervista, të cilat unë do përpiqem nga njërin prej tyre dhe ta lexoj në emrin përshëndetje që ato kanë bërë nga larg. Nëse do pyesnim për vendlindjen apo vendin se ku kanë vijuar jetën e tyre këta ish maturant, do të na rezultonte një hartë gjërë gjeografike, ku do të rezultonin zënës nga Tirana, Lezhë, Mirdita të tjerë. Vera Lohja ka qenë një ndër maturantet më të mira të gjimnazit, eset e saj në lëndën e letërsisë ende kujtohen nga mësuesit dhe bashkëmoshatarët e saj. Dhe qëse në 1963 dikush do të më kishte intervistuar dhe do të më kishte pyetur, e imagjinon veten mbas 50 vjetësh, mbas 40 vjetësh, makar edhe mbas 30 vjetësh do të thoja, tepër larg. Sot jemi mbas 55 vjetësh. Nuk janë pak, janë shumë. Isha 18 vjeç, siç thej vet, sot jam 73 vjeç. Saqë më duket, kur them 73, më duket sikur nuk janë të mia, sikur po flas për dikë tjetër. Gjithmonë mosha sa më shumë kur je e re nuk e kupton. Sot i sheh me thinja, por lehtë kupton si edhe në tyre fisnikrin. Të kënaqet shpirti kur i dëgjon ëmbëlsinë e komunikimit për mallimin pas kaq vitesh, ruajtjen e një shoqërie të pastër e cila të befason me mënyrën se si ka arritur deri në ditët tona. Janë 55 vite. Po 55 vite, në këto 55 vite. Ky kontakt për 55 vite, jeni takuar dhe herë të tjera? Patjetër, jemi takuar në 20 vjetorin në 82-shin, jemi takuar në 30 vjetorin në 92-shin, jemi takuar në 45 vjetorin në 2008,
dhe sot në 55 vjetorin 2018. Tani si vendosi kontaktet edhe mbas 55 vitesh që t'u bësh një telefonat, ju çosh një mesazh edhe t'ju çosh edhe ftesat mundësisht. Kontaktet i kemi sepse me edhe shoqet e klasë, me vajzat e djem, kemi kontakte të vazhdueshme. Telefonata, vajtje, ardhje, dreka, darka, edhe nga rrethet ndryshme, sepse jemi këtu, jemi nga gjithë rrethet e Veriut. Vajzat e djem. Kemi nga Lezhë patjetër, se Lezhën afër kemi. Nga Lezhë, nga Borreli, nga Mirdita, nga Peshkopia, nga Tropoja, nga Kopriku, nga Laçi. Janë përgjigjur ftesës tënde. Janë përgjigjur me shumë kënaqësi dhe më kanë falendëruar. Kur ishin 18 vjeçar, sa do lehtë ta merrnin jetën, ky ishte brezi që ndërtonte ëndra dhe përpiqej t'i bënte ato realitet. Por a ja kanë arritur ata? Ëndrat e mia kanë qenë gjithmonë që t'jepja mësim, sepse duke mbaruar një shkollë pedagogjike që ka qenë tepër kërkuese, tepër e fortë, në sajet të profesorëve të mrekullueshëm që kemi pasur. Kemi pasur profesor letërsie Toma Rosmanin. Edhe pse shumë i rinë mosh, ai ishte i përgatitur dhe ne adhuronim orën e mësimit. Profesor matematike dhe profesor kujdestar njëkohësisht kemi pasur të ndjerin Zydi Sokoli. Një figurë model. E të tjerë. Kur të bë telefonata për 55 vjetorin, të erdhi çudi? Nuk the, për shembull, po ne e festuam 20, 45. Jo, unë të them të drejtën, e dija që kemi 55 vjetorin, po thoja, tash kanë kaluar vite, të gjithë jemi moshuar. Dhe kush do ta marrë iniciativën? Dhe në fakt falenderoj mosha dhe në emër të shumë vetëve të tjerë, Muhamet Shalën, që në të gjitha rastet ka qenë ai nismëtari i këtij eventi. Përgjatë 55 viteve këta ish maturant kanë arritur të organizojnë 4 herë takime në përvjetore të ndryshme, duke thyer kështu çdo parashikim të mbajtjes kaq gjatë të miqësisë. Vjolca Grizhja, Samia Hoxha, Nafia Osmani, Barie Bisha. Me ju gëzoja. Mirë, tani kur ishit në shkollë, ka ndryshuar gjërat, pas 55 viteve. Ti the sa e bukur është. Si e komplimentoni njëra tjetrën? Kina pas një marrëdhënie të shkëlqyeshme. E kina dashur shumë njëra tjetrën. Se shoqëria atje ka qenë më e mirë, më e pastër, më e sinqertë. Tamam, ka kina pas një latera. Interesi ka keni përgjithshëm. kemi dashur shumë njëri tjetrin. Bile një herë vajza më tha, pse si e martu me filanin? Po në atë kohë zbaj fjalë më martu, se ishte thjesht shok i mrekullueshëm. Ja, kjo ishte. Po, ju ishit brezi që vishit me uniformë atëherë, apo jo? Po, grikse Ma përshkruaj pak, ishte vështirësi për të gjetur atë copën e përparses. Me mik, për të që, me mik. Mu ka baban në ndaja. E kishte pas diko të rujtër në babel, edhe tha qepe një grykse. Ja kene bardh e bana vete, që Pak më kështu, për Unë s'maj me atër, Vjolca për shembull, Vjolca Grizhja, Vjolca Luftin, edhe Sami jam, unë Samiin e kam vjera vajzës, Nafi, po Nafi, ka pas vajzë ma gjaka i dure se Nafi. Kush ka qenë femra më e bukur e klasës? Servet, edhe servet. Serveti? Edhe servet. Shua, Mokingja e klasës? Kjo. Atë një prezantim shpejt të shkurtër, do filloj me zonjën? Një Serbaja Rui. Prangleshi Mirdit. Ja, nga Mirdita, sot do të fysim pak më në veçanti me që ke bërë rrugë. Sa bëhet Piranici Mandia. Amidije në më të shriti. Pashkëshal që nga Mirdita tani me banim në Kurbin. Tofik Zagani, Bushat. Atëherë, nga ç'vendi Mirditës jeni? Na jemi nga fshati i Male i Mirditës. Mala i Mirditës, të dy bashkë? Po, Atë keni ardhur të dy në Shkodër dhe keni qëndruar në konvikt një herë një kohë. Në konvikt 4 vjet në pedagogjike, deri në 68. Po, si keni kalu me shkodranët atëherë dhe me pjesën tjetër të klasës? A paragjykoheshit me që kishit ardhur dhe ishit konviktor apo jo? Ne na kanë respektuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe i falenderojmë për tërë jetën tonë Shkodran, mësuesit Shkodran që na kanë dhënë kaq dije sa që ne nuk e kemi ndije veten
fare të pa përgatitur në procesin mësimor, kudo që kemi edhe mësim. Po, si e ndjerë në Shkodër? Shumë mirë, 59-63. Kushtet vështire ka qenë të asaj periudhe, por ne kemi përballuar, kemi kaluar mirë. Me shoqe që kemi pas nga qyteti i Shkodrës, kemi kaluar shumë mirë. Po, ja të pyezojnë, keni pas problem me dialektin juve? Kur erdhë në fillim? Jo, absolutisht jo. Kena shku jashtëzakonisht mirë dhe në atë kohë djemtë e Shkodrës kanë mërojt shumë vajzat. Djemtë? E pa, se edhe kena të paharrushën, mrekullueshëm kanë. Por fatë mirë, sot ish maturantët dhe shkollës pedagogjike Shenazë Juka do të kenë në këtë ditë të shënuar pranë tyre dhe mësuesit kujdestar, Drita Garuci, Tomor Osmani, por edhe mësuesen e fizkulturës Pina Haxhi. Ka në formë ti edhe në këtë moshë. Çfarë moshë ke soti? 83. Bravo, dhe është shumë në formë, mësuesja. Tani ma kujtoni pak orën e fizkulturës që keni bërë, ndonjë detaj. Detaj, vetë ta thamun. Ke bërë vetëm për vajzat apo dhe për djemt? Jo për vajzat. Edhe për vajzat. Burri po të djemë. Ka kënë mësusja ma mire fizkulturës në rreth. Na ka dash shumë, metodiste, e zoja, na ka ba me dash fizkulturën. Unë kam kënë edhe volleyboliste. Me shkollën, me grupin e shkollës. I ta kanë profesoresë. Shumë medaluar për atë periudhë, për Keni pas vështirësi për uniformat një herë një kohë? Kena pas asnjë problem. Asnjë problem. Profesor që ke bërë një jetë? Profesori që kam bërë jetë ka kenë mësues. Mësues? 22 vjet. Po, je pendu që ke bë mësuesin? Jo, nuk jam penduar as pak, për jam shumë i gëzuar. I pendum jam kur kam dalë në pension 61 vjeç e gjys. Po, në sa vende të kanë transferuar, e ke bërë një llogari? Po, kam bërë fillimisht kam kenë përgjegjës i shtëpisë kulturë Shlak. Shlak. E Shlaku. Pa, pastaj, jo, në Kotornikaj, bravo. Pastaj më kanë emlu mësues të Kotornikaj, sepse ata ishin gjithë mësues me 8 vjeçare, vetëm unë isha në shkollë veshtre. Ke lëvizur për të ardhur deri në Shkodër? Jo, s'kam ardhur në qytet asnjëherë. Çfarë në fshat? Lëviz nga Shlaku, në Maldjushit, ndaj bregut Bulës, në Stajk, në Bushat, në Shkez, përsëri në Bushat. Të habit fakti që kanë ruajtur sensin e humorit edhe sot. Vlerësimi dhe mirënjohja vazhdojnë të ruhen ende dhe barierat e raportit mësues-nxënës duket se janë kapërcyer dekada më parë. Sot ata vazhdojnë ende të jenë miq të mirë. Mësuesja e nderuar Drita Garuci sot ka bërë një përpjekje tepër të madhe për të ardhur në këtë takim edhe në këtë moshë të thyer. Ajo është lumturuar sot nga nxënësit e saj që e kanë kujtuar. O, mësuese Drita, pse të duan kaq shumë nxënësit ty? Unë po shikoj gjithë të përqafojnë. Shumë, si duan ty, ashtë si duan ty. Unë nuk të harroj kur, ti e di të uroj për gjithë shka. E kuptoj. Po si ka mundësi nxënësit edhe pas 55 viteve mësuese Drita, mund vjen çudi që të duan. 60 vjetëve që ishte kjo Isa Libali, bani 60, a isha atje, edhe fola, edhe hapa. Po tash jam lodhur, kam qenë në Qa metode ke përdorur ti që ju ke hyrë kaq shumë në zemër? Qa ke bërë ti që ju ke hyrë kaq shumë në zemër? Unë ata i dua, kam sinqeritet të plot, i dua me shpirt, sikur jam dhënësit e mi, fit e mi. I du shumë, nështë edhe ju kam përtitur, po i kam dashur me shpirt. Sot i po i shumë, më kam dhënë jetë, kozeta. Zotit më shneden. Faleminderit. Qesh, paqim gjithmonë, e të falenderojmë nga zemra që na ke marrë pjesë. Qesh me jetë e me shnajt. Faleminderit shumë. E vazhdat i paq me jetë. Ato të nderojnë dhe shumë. Profesorisht Drita ka kënë shumë e rinë atë kohë, kur ka në Shkodër, tek ne, edhe në ka bë mësim. Shumë simpatike, shumë e amël, në ka dash shumë. Bile unë e kam pas fatin se shtëpin e kam pas afër pedagogës. E për çdo ditë, unë bashkë me te, kam shku në shtëpi. Me fjalë kena bërë rrugën bashkë. Qartë, jo për shkrim një opinion për mësuesen? Nuk ka fjallë për të. Edhe për profesori Shpina. Unë ndihem shumë e Shpina afro, pra mësuese Shpina po bëjmë një karakteristikë se ju gjithmonë keni plotësuar dëftesat, edhe keni shkruar dëftesa për secilin nxënës. Sot ka ardhur dita që nxënësit t'ju bëjnë juve karakteristikën. Ne kanë prind dytë. Unë desha të them se unë ndihem shumë e privilegjuar edhe shumë e nderuar që sot kam arritur të marr pjesë në këtë vend
është një gjë shumë e madhe. Për këtë unë falenderoj Zotin që më la të jetoj të mori Muhameti në telefon edhe të tham, su se drita do festojmë 55 vjetorin. Si unë ndjeve ti? Unë më mori Muhameti në telefon, unë kam ndjer një dashuri të jashtëzakonshme, kam fillu të mendoj kush janë ata nxënës. Çka mendjet e unë? Këtë jam me. Fillova të mendoj. Këta janë nxënësit e mi, cilë do t'jenë. Kujtesa me kujtesin bashkë. Një solli ndërman, një pjesë më të mirë të tyre kozi, sepse kam misi, dal, hyjë, to. A janë të bukur edhe sot ata si që kanë qenë atjerë? Nxënësit e mi, këta nxënës sigurisht, gjithçka ka ndryshuar. Edhe këta ka ndryshuar. Po vetëm një gjë nuk ka ndryshuar. Respekti dhe mirënjohja që këta kanë për figurën e mësuesit. Prandaj kjo është një ndjenjë shumë e lartë. Mua jo më lumëtëron, mua jo më gëzon, mua jo më bën që të rinohem edhe të jetë poshtë. Të gjitha vujtjet e moshës. Takimet të tilla janë ilaç për shpirtin, more. Mirë, edhe për mësues pinën një karakteristikë. Vi me shpirt. Të dyja kanë të mrekullueshme. Kanë pas klasë, kanë pas dashamirësi, kanë qenë shumë rigoroze për çdo gjë, edhe i kena pas idhuj edhe talon. Te nota kanë qenë në një çik të shtrënguara apo jo? Notat kanë bërë speciale, më kanë nxënësat mrekullueshëm. Shumë i marrë, që i marrë të nxënësat. Në ka majtë afer shumë, të dyja në kanë majtë afer. Zi shpina. Shpinën për trupin që kishte kur dilte në fiskulturë. Ashtu dhe elegante, ke lezet shpirti. Mrekullueshme me të vërtet. Kena pas një lidhje dhe veçantë, se klasa jonë, e para A, një vakt një kohë, para 50 vjetëve, mësimin e orës e fiskulturës, nga ka bë Rahmet i Gjeç Shpirti, ish bashkëshorti i Ziushës, profesor Esat Haxhi. Edhe orën e fiskulturës nuk e kena bën pedagogjike, por kena ardhur kena bën këtë në gjimnaz. Ka që rigoroze, sa shpesh herë thote, mos i mësim ti se s'ke kilota. Unë desha të jap këtyre nxënësve edhe një këshill të vogël. Takimet të tilla ata duhet të banë themun, jo në kryet dekadave, po të viteve, sepse takimet të tilla mendoj që janë shumë dobiprurse, ato janë breslënse, ato na njallin emocione, na shpalosin kujtimet e viteve të kaluar dhe na japin një humor pozitiv. Unë kënaqem sot, unë kam fitu shumë, kam fitu energji. Edukimi fizik ka një nëjland më të rëndësishme. Qysh me ngjes tanë të rështum, klasa, mu një për një. Me arë me ba fiskulturën i gjeshe të rështum, ta nga dito, a unë ishe nëllë. Sa herë në javë bëhe atërë? 2 herë në javë. 2 herë në javë atërë? 6 herë. 6 herë në javë, për ditë? Mësim atërë. Mësimit. I bashë ishim të të rumë nëj. Tashti, kur shëf, që nuk bëhet edukim fizik në këtë shkollë, jo, ham fara lule djeli kur jemi të cep jo borit. Dhem shpirti kur e shëf që këtu nuk bëjmë mësim. Kush e ka fajnë, zësi apo mësusi? Tu ka fajnë seksion. Seksion, mija ke bërë. Shkolla pedagogjike dikur ka qenë në vendin ku sot ndodhet Shatërvani i qytetit të Shkodrës. Në gjimnazin 28 nëntori, këta ish maturant vinin dhe bënin orët e fiskulturës. Dhe ja sot, ata qëndrojnë në obor ashtu si dikur. Vajzat me uniforma, kurse djemt pa një të tillë, por me një veshje serioze, që përpjekej për të ndjekur sadopak modën, nuk kalonin pa marrë ndonjë vrejtje të vogël. Tani, ndoshta është koincidencë që ju jeni të 6 këtu, apo kështu 6 keni nejtë edhe atëherë? Pra, këna me 6, 2, 3, 4, 5, për ka koincidencë. Kjo është koincidencë, nuk është se ju kishin shoqëri më shumë. Jo, na për shembull në 3 klasa, nuk jemi të një klase. Domethënë, kemi pas një shoqëri 4 klasa të barabar. Nuk keni më ndap një klasë shoj klasë. Pra nuk kanë qenë këto grupimet, jo djali drejtorit me vajzën e atij të seksionit. I keni pas standardit aty në shoqëri, jo? Si i njohur. Fare, të gjithë keni qenë me uniformë, gjithë keni qenë me prindër që kanë pas rrogat barabar. Uniforme janë gocat. Gocat ishin me uniformë. Kurse ne djemt jo. Ne ishim vetëm në fiskulturë. Me uniformë kena edhe na fal për shprehjen me shkurta. Po. Edhe në fiskulturë.
bukur, po flasim për ditët e zakonshme, s'keni pasur. Ja, burrat nuk kanë pasur. Ju e ndiqin do pak modën atëherë dhe pastaj tak veshin çik. Kush ka që ndishte një çik modën më shumë nga ju këtu? Pak e hek. Këtu, ke ndjekur modën? Gjithë nga pak. A din ku na kapshin neve të të qafa? Flokët. I ka viza i tonë në këtë. Se kështu. Flokët, Ka një vizë do, ne bashmi pak hile. Bashmi vizën edhe bashmi pak me grën, kështu që mas më do. Po çavi, brezi juaj çka keni veshur aty? Çka kishte aty? Ishte problem, kriza aty për të veshur. Problem ka kënë veshja. Veshja është problem aty. S'kishim me çamë ndjek modën, se gjithë ishim o pantolla kadifet ose sofi të vendit. S'ka pas. Edhe në një pjesë e madhe që na kanë konviktor. Na kanë hetuar konvikti, na kanë me komand. Pik. Në rresht nga konvikti në shkollë. Kështu që as nuk diskutohet. Mirë, shiko, para se të hyjmë brenda, se unë duhet përfitojnë nga rasti. Kush ka qenë djali më simpatik i maturës suaj? Më i bukur, që keni thënë në heshtje, se pranoni, se pranoni. Të gjithë na kanë bukur. Të gjithë kanë kanë bukur, ka i Mama Merakli. Mama Merakli? Ashtu, Mo simpatiku ko kanë Muhamet Sholla. Më simpatiku si tip, Muhameti të gjë. Po si paraqitje zotria. Emri jot. Ndrec Dode. Nga je? Nga Mirdita. Pas ka fitu Mirdita paraqitje. Më simpatiku. Për tip kam thënë profesor Muhameti. Tani më tipi kam thënë që pas ke qenë ti. Ja. Kanë qenë të tjera me DJ Shpirti, kanë qenë qefli, në këna shku më pa. Si organizator. Po bukur. Më i lezetshme. Mirë, zotria e ruan gjatësi. Edhe ky vogli. Edhe ky vogli. I vogël punë ka bë të madhe. Bukur. O King, do t'i shohim gjitha foto. Mirë. E morën vesh për çunat. Po për vajzat kush ka që më mira? Shkelzim e lopçi. Nuk jeton sot ajo? Nuk di që fare. Ma mirë në rëtan kanë qenë, ajo që more, intervjist, vera, edhe dritë... Si zënë, mirë, po si paraqitje jemi neve tani. Si paraqitje, nuk merë me ata, po në kene pas të mërgullushë të Gjithëve lartë. Është zgjedhur ambienti ku qëndron Këshilli Pedagogjik Aktual në Gjimnazin 28 Nëntori për të zhvilluar një bashkëbisedim mes miq. Më shumë se sa një moment zyrtar, këtu zgjohen kujtimet, shprehen mirënjohjet dhe falenderimet për njëri tjetrin. Mirë se keni ardhë. I nderumi profesor Tomor Osmani, mësuesi kujtesar i klasës 4A, e nderumja profesor Shpina, mësuesja fiskulturës e vajzave, e nderumja profesor Ndrita Garuci, e cila në pamundësi për munjit e mylli ciklin aty në intervistat që bani poshtë. Ju falenderoj nga zemra që pranut ftesën me ardhë me festu me ne me një pjesë, plesë dhe plaka, që kena hyrë në moshën e plesnisë, por që në shpirt, në zemër dhe në mendje, nga mësimit e juaja, nga profesionalizmi dhe ajo çfarë na keni transmetuar tek ne, jena përpjek me transmetu në branzat e ri, në të gjithë shkollat dhe rrethet e Republikës, të i kontribu në arsimimin e branzit të ri. Përveç kësaj, në fjalën e tij hapse, pas një panorame që profesor Muhamet Shala i bëri pedagogjike së viteve 1959-63, përshëndeti dhe ish maturantët, të cilët për arsyet e tyre personale e kanë patur të pamundur që të vinë në 55 vjetorin e përfundimit të maturës. Gjeti rastin gjithashtu të bënte homazh edhe për ata shok e shoqe që sot nuk jetojnë më. Listës së gjatë të 124 maturantëve, sot i mungojnë rreth 40 shok e shoqe që nuk janë më mes nesh. Aktualisht na ban 60 vjet, po që kena marrë maturën janë 55. Që kena met jo shumë, pak, jeta i ka nda një pjesë mirë, të cilve ju jap homazhe në emrin tuaj dhe të gjithë pjesëmarrësve, dritë paqe në rahmet i gjej shpirti, i përshëndes të gjithë shoqet dhe shokët të cilët nuk ndodhen prezent sot, pa arsyet nga më të ndryshmet, të cilët madomania që kanë pas dëshirë, po arsyet objektive të pamundësisë, o vetë të smurë, o bashkëshortet, apo rrethanat e tjera familjare nga larg.
Gjithsesi, ju që keni ardhur, ju falenderoj nga zemra, të bëjmë një takim. Ndoshta edhe i fundit, sepse e kemi filluar me 82-shin, kur kemi bërë 20 vjetorin, e kemi vazhdu me 30 vjetorin në 92-shin, e kemi vazhdu me 2008-ën 45 vjetorin, dhe sot në 2018-ën 55 vjetorin. Inshallah, festojmë dhe për vjetor të tjerë. Mirënjohja më e madhe, u shpreh profesori, i takon mësuesve kujdestarë të cilët edhe pas 55 vitesh kujtohen me nostalgji nga gjithë nxënësit. E njëri prej tyre është edhe profesor Tomor Osmani. Dhe me inkuraju për me realizu të takim të këndshëm vllaznor me varza dhe djem të gjimnazit të shkollës së mesme pedagogjike Shenja Zjuga. Unë në emrin tuaj, ju falenderoj profesorin njërë dhe profesorishën tjetër, dhe them marsinjet shnet në familjet juja, në fëmijët tuaj, dhe mirë të akroshim në përvjetor tjerë. Fjallin e japim profesor Tamarit, si mësuesi ynë kujdestar i klasës 4A, si pedagogu, si profesori i universitetit një pjesë e fëmijëve të nxënësave, dhe pastaj profesori i shpincë, si mësuesja më e dashur e fizkulturës tonë. Jo vetëm kujtime nga orët e mësimit, hartimet e mrekullueshme të nxënëses Vera Lohje, të cilat ruhen ende, por edhe orët e aktiviteteve, kryesisht të ekskursioneve nga Shkodra deri në Sarandë, do të sillte i nderuari Osmani mes ish nxënësve të tij. Faleminderit herë për ftesën, dhe kënaqësia më e madhe është që mund të marr pjesë në këtë aktivitet 55 vjeçar, por ama kur kam marrë shkollën pedagogjike kam qenë 22-23 vjeç, kurse nxënësit i kam pas 17-18 vjeçare. Ka qenë kënaqësia më e madhe në jetën time për ata 4 vjet që kam kaluar në shkollën pedagogjike. Dhe fatmirësisht edhe sot më erdhi mirë, duke lëvduar veten, më erdhi mirë që shumicën e studentëve nxënësve që takova i përmashë me emrat. Se nuk ka fat lehtë për një të moshuar me mbajt me emrat e nxënësve. Por duke ditur se ne kena pas lidhje të forta, unë kam punu shumë me klasën e 4A flas. Ku si kam, jo vetëm në mësim, por ekskursionet që kemi bërë ne me ta nga Shkodër deri në Sarandë, kanë qenë diçka shumë pozitive. Gjatë 4 vjetëve që kam drejtuar, se 4 vjetë kam ndaj aty, gjatë 4 vjetëve vetëm fjalë të mira kam pas për atë klasë. E keqja është se më paten kritikuar se i ke zgjedhë nxënësit, i ke marrë më të mirë, dhe vetë fakti në provimin e maturës, kur dhanë nga 30 nxënës, 17 vjeta kena vu. 17 pesa se kanë kënë pesa. Pra nuk kam kënë një njeri që kam pas dorë të lëshuar, po kam qenë ai rreth në këtë drejtim, por e meritonin. Unë kur bëja mësim klasën e 4A, nxënësit nuk rishin në banka, qoshin kam. Edhe do të me pas shumë përmendin, se gjatë saj shpjegimit të lënës bënin edhe pyetje me shumë interes. Pra, unë shkoja shumë i përgatitur. Jo se po harroj edhe tjerë. Për shembull, se harroj për shembull për hartimet e Vera Lohjes. Unë edhe pa i lam klasa e tonë, klasa jojnë, hanë bëgveç pa klasa 4C. Se aty kam bërë 4A dhe 4C, bejnë edhe denë se kam pasën. Ati kështu që unë edhe sot e kësaj dite dhe i kam trujtura fletoret e Vera Lohjes. Pina Haxhi, mësuesja e fizkulturës, duke sikur nesër do të zhvilloj orën e ardhshme të programit. Me kaq pasion flet ajo për lëndën e saj, por edhe mënyrën se si angazhoheshin ish maturantet që sot i qëndrojnë përballë. Falenderoj Zotnin Muhamedit për respektin që pati me më ftu mu, njëkohësisht jam kënaq ty pa gjithë nxënësit e mi, sidomos vajzat, se djenë t'i ka ba burrien. Por njësoj kena bash njobër e jena njoft, tanë bash. Kanë vajzat mrekullueshme, vajza me talent,
ndëç kanë këtë shkothë, ndëç qyta, ndëç tonët mirat I kam pas. Po gjëja më mirë ka kënë disiplina dhe veshja. Kanë ardhur gjitha veshje me kustom, me kilota, po ka kënë në kohë ambienti bajegi I ronë, por me kilota kanë ardhur, kanë bërë mësimin për smorit dhe kanë shku shtëpi. Në takim mjaftish maturant, shprehen edhe vlerësimet e tyre, të cilat nuk ishin thjesht për qëllim vlerësimin e figurave të saktuara të mësimdhënies, por të një brezi të tërë që punoi me sinqeritet dhe përkushtim. Duke falenderuar më së pari Muhamet Shalën, që periodikisht arrin të grumulloj shumë, ma pak, herë tjetër ndoshta edhe më shumë, të gjithë ne maturantët e pedagogjikës Shenaze Juka. Por, falenderimi nuk mund ta quajë I dyti para si pari, po kryesori, shkon për të gjithë pedagogët, profesorët tanë të nderuar të asaj periudhe. Koha vërtet evolon, ka vijuar vera lohja, por ajo periudhë për disiplinën ka qenë art. Kjo fan edhe mësuesve që kemi patur. Ne sot vazhdojmë të jemi kryelartë. Në brezin tonë nuk është shënuar asnjë rast me problemet moralit, apo që të përflitet për gjëra të shëmtuara në shoqëri. Një periudhë që, siç po thonim pak përpara aty, sot duket ëndër. Jo për ne, duket për brezat e sotëm. Nëse do të tregojmë si kemi qenë ne në atë periudhë, mund të na quajnë edhe fantazi. Por rregulli, disiplina, mësimdhënia, jo me rrëpsi, por me normat më të drejta të edukatës, të asaj kohe, sot janë për të pasur zili nga brezat aktual ose nga brezat që do vinë. Sepse sigurisht që koha evolon, zhvillohet e ecën përpara, po për mendimin tim, që jam në mes të konservatores dhe të liberales, ta themi për edukimin, ajo periudhë për sa I përket disiplinës ka qenë artë. Dhe kjo vjen jo vetëm në saj të edukatës familjare që ka pasur çdo njeri prej nesh, por edhe në saj të pedagogëve që kemi pasur. Prezent të pranishëm tashmë janë profesor Tomori, është profesor Shpina, profesor Drita Posh që e takuam me aq emocion, por edhe të tjerët që nuk janë më, që nuk jetojnë më, ato mbeten të nderuarit dhe të respektuarit tanë të përhershëm, dhe nëse ne jemi sot një brez, unë nuk di në një prej të gjitha tyre që kemi qenë 100 e sa Muhamet, 126 maturant, nuk di në një që të ketë pas probleme morale, nuk di në një që të përflitet për gjëra të shëmtuara. Përkundrazi, e rëndësishme për të gjithë ne është që në saj të asaj shkolle, në saj të asaj edukate që na keni dhënë ju, profesorët tanë, ne kemi jetuar ndershmërisht, asnjëri prej nesh nuk ka abuzuar me të tjerët, unë nuk mund të them në mënyrë absolute, por me bindje e them, që të gjithë jemi të ndershëm, të gjithë jemi krenar për të takuar me njëri tjetrin, dhe të gjithë jemi krenar për para profesorëve tanë, për të thënë faleminderit për gjithë shka na keni dhënë. Faleminderit të gjithë dhe ju. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mora shkas nga vera. Unë jam një prej atyre që vazhdoj jetën arsimore në saje dhe për të cilin unë bëj homash Leonard Dec, profesorit ton të pianos. Si tastierist, unë jam edhe kitarist, vazhdoj sot militoj në shkollat kryesore qytetit Tiranës dhe
më bën për shtypje shumë se raporti jonë me brezin e ri ka një diferencë që mund të quhet thjesht morale. Ne e kemi marrë arsimimin tonë, punën aplikuese tonë, aq më tepër ne si mësues, si të vërtet, si një diçka që duhet ja përçojmë brezave tjerë dhe vazhdojmë ta përçojmë. Ndërsa brezi i ri sot është më pragmatist. Nuk mund ta gjykojmë. Faleminderit gjithëve. Përshëndetje të gjithëve, shoqëve dhe shokët të klasës dhe të klasave paralele. Përshëndetje të veçantë të tre pedagogëve, mësuesve tanë të dashur, profesor Tomorit, profesor Shpinës dhe profesor Dritës. Të nderuar e të respektuar për tani jetën tonë, do ngelet nga shkolla pedagogjike, nga 59-63, drejtori i shkollës, ish drejtori i shkollës Gani Daju, ish drejtori i shkollës Nuri Qahushi, e sa tjerë mësues të cilët sot nuk i kemi, nuk janë afër nesh, për i nderuar, për të respektuar. Klasa e 4A sot është shumë më nderume, shumë më respektume se ka mësuesin kujdestar profesor Tamori. E pas për jetë të gjatë. Këtë njeri që tanë periudhën qoftë në pedagogjike, pashtu edhe në shkollën e lartë në universitet, kontriboj dhe jep edhe sot kontribute për të mirën e arsimit shqiptar. Kujtoj me respekt dhe një vetën të përlotën, ta kishim edhe në të cës, mësuesin e nderuar profesor Zyti Sakolli. Njeriu e 4C, njeriu që na ka dash shumë, daja i mësues verës, që na ka dash a shumë. Po kështu edhe mësues të tjerë që janë një plahat, që për tani jetën kanë për të ngellë në kujtesën dhe në zemrën tonë. Përshëndes të gjithë ju pjesëmarrësve, përshëndes Muhamet Shalën si iniciator tash 3-4 herë që po na bën të bashkohemi, të bashkojmë mendjet, të bashkojmë zemrat, na si shok, pra si vlezër, po edhe si motra. Edhe një herë, inshallah, do të kemi jetë të gjatë të gjithë, si jemi në këtu, edhe ata të cilët s'kan pas mundësi me ardhë, e të takohemi, ashtu, po edhe në qoftë se nuk do të takohemi, jetë të lumtur e jetë të gjatë, personale edhe familjare të gjithë shokëve të cilët kanë qëndruar në bankat e shkollës pedagogjike së bashku me ne. Minjohje të gjithëve, ju faleminderit, respekte dhe gjithmonë u takoshin në gëzime. Vërtet nga 124 maturantë sot në ditën e takimit pas 55 vitesh, do të ishin vetëm 1/4 e tyre, por do të gjeneshin mënyra për ata të cilët munguan së paku të silleshin përshëndetjet e tyre përmes mundësive që t'i japin në rrjetet sociale. Ka ardhur një mesazh, një përshëndetje nga një ish canc shok Joni, pa Joni, i quajtur dhe Shërushaj. Me Leoni ta lexoj fjalë për fjalë se çfarë ka shkruar. I dashur Muhamet, faleminderit shumë për ftesën. Pa mundësi me ardh, po ju nisi këto pak rreshta një përshëndet pedagog tanë dhe shok të shoqët tona. Me dëshiren për të qenë midis jush, para gjithash, ju kërkoj të falun për mungesën. Tomas është një rast kaq të rëndësishëm për mua, është një gjë jo e vogël. Megjithatë, të jeni të bindur se me mendje me zemër jam aty, në mesin tuaj të dashur, të nderuar dhe të pa harruar të rinisë sonë. Një të falur dhe falënderim të veçantë për organizatorët e veçanërisht Muhamet Shalën, që bashkë me ju, me dashamirësinë, aftësinë dhe shkallësinë që ju karakterizon, i ka dhënë hije
si pakuj të arrit të organizoni e të kuroni këtë shoqëri të hershme, 55 apo 60 vjeçare. E me këtë bashkim fort të bukur, të përzemër të transishëm, gjen rastin të përshnes të gjithve, një përshëndetje ku të gjindet me mira për të gjithë ju, shoqët dhe shokët e mia, që vazhdoj t'ju du gjithnjë si vite me para, me atë seriozitetin të pastër që jep ajo mosh, një ndërim veçantë dhe për ato shoqe dhe shokë që edhe pse nuk janë mes nesh, jetojnë në zemrat tona. Për ato që me punën e tyre ja lartësuan emrin vetes, shkollës sonë, profesionit mrekullueshëm, por dhe ne krenohemi me emrat e tyre. Dhe në fund, por që është më i pari, një përkujtim dhe falënderim të zgjedhur për profesorët tanë të mrekullueshëm, të vjetër e të ri, që rrojnë edhe nuk rrojnë, e që jeni ajka e inteligjencës shqiptare, e që na paten atë fat të madh që të na mësojnë prej tyre shkencën, jetën dhe çdo gjë të mirë. Dhe tashti 2 fjalë për veten, sepse e di fort mirë që edhe ju më doni dhe jeni në merak për mua, ashtu si edhe unë për ju. Në Itali një e mirë dhe nuk mungon asgjë, por më mungon gjithçka. Dhe pse sot emigracioni nuk është aq i egër sa i dikushëm, dhe pse melankolia e teprume nuk ka qenë në natyrën time, edhe pse gjithnjë rri me shkop për ta trenë që të mos afrohet kollaj, kjo melankoli e ka vendin dhe është fort diplomate dhe gjen shpesh rrugën, bilen gjane, her pas here dhe me përkthel aq bukur sa sikur dhe më pëlqehet. Ajo fiton nga ndonjëherë, sepse jeni ju që e ndihmoni. Ajo fiton sepse vendin tuaj, vendin e vendit tim, nuk do mundet me ma zëvendësu askush dhe asgjë kudo dhe kurdoherë. Kujtimet tuaja dhe të vendit tim me ndjekin pas në ëndër dhe në zgjandër. Ajo shprehje e bukur në fletoret e kujtimet maturës, shoqëninë e vjetër mos harro, se treni gjen kudo, apo kanë në bankat e shkollës mojmike. Por dhe sa të tjera nuk ma lënë zemrën hatë. Ju të dashur, me profesorët e nderuar, keni qenë dhe jeni njerëzit më të mirë e më të dashur të jetës sime, me të cilët në ato vite të shkamura, por që i pasurum me dashurinë dhe lezetin që i dham njëri tjetrit. Për të mos ju marrë shumë kohë, ju përqafoj. Me mall, dashuri dhe respekt. Jo vetëm ju, por dhe gratë dhe burrat tuaj, mesat dhe nipat, kudo që ndodhen. Ju uroj të gjithë çdo gjë të mirë që do e bardha zemër. Nga unë Dheshi. Miru pafshim dhe miru në gjofshim me shumë dashuri, respekt dhe shërushej. Në mesazhin që u lexua, mes rreshtave shërbeu një detaj për të na sjellë një ide të çastit. Një nga këngët e këtyre ish maturantëve që ishte hit në atë kohë, që e në bankat e shkollës mojmike. Po sikur ta këndonim të gjithë së bashku. Shkollës mojmike, dikur, por ti nuk e di si me ike, dhe në mërë majmure një gur, në bankat e dënëro, jeta ndarje kam, se zemra jam të mire, zemrës nuk i fat, damë në rësire, omash për të pazarë, profesorin për dashën në nga neta. Zemrës nuk i fat, Por
Nga bisedat e shkëputura, të cilat bëhen pak edhe me furin për t'i kujtuar të gjitha, ne bëhemi kureshtar për të mësuar rreth mënyrës se si është arktuar ky brez. Keni bërë dhe ekskursione, se dakor, ne folëm për gjëra serioze që ka, po flasim pak për këto ekskursionet apo mbrëmjet e maturës, apo mbrëmjet shkollore që janë bërë, në çfarë ambiente që janë bërë, sepse sot gjëra kanë ndryshuar. Le të sjellim një grup kujtimesh të vogla. Ja për shembull, zotëria këtu, këndzonse ke ftuar më shumë. Majnë mend që ne mos gabojmë, ishte viti i tretë i shkollës pedagogjike. Besoj gjithë mund të kujtojnë që na qunë, si quhet, të parku rinia. Kishte pëmë, hypme në për pëmë, me ata topat e leckës, dhe unë, si i meqëm, pregadita një fejton. Pikniku, si të shemojnë mend, ka pas një 7-8 faqe, cilat ishin shumë kritike, sepse arsëtoshim si grup i vogël që ishim 4 vetë, unë, Muhameti, Meramet, Tahiri edhe Gjemali, nuk në lanë me marrë instrumenta që të mos kryoshim hilaritet, edhe masi u lexu në për shkollë, a i hartimi që thëtë profesori, dikur pedagogët që kishim të letërsis e kuptun që ishte shkrimi im. Më thiri Nuri Qaushi, i tregova të vërtetën, po, unë e kam shkru. Po, disa vargje na i thuaj ti. Ajo, nuk ishte në varg, në pros. Ishe pros. Po që kishe shkruar me afërsisht? Po për shembull, sepse ne admironim që me pas një piknik më të këndshëm, më të gjallë për kohën, më të gëzushëm. Një në morën tup dhe mirë thët e i shoku, pat nuancat e zborit. Ma shumë se sa të jetës përdiqme. Bravo. Kje ishte arsyeja që të na manin në të hotel. Reaguan pas kësaj. Me qenë se të profesor Osmani Tomori, ne ishim klasa gjoja avantgard, dhe ashtu ishim fakt. Kujdese, në një xhelozi këtu tani. Nuk u donte që prej klasë tonë të kishte shkarit tilla. Dhe mu, masi më banen vrejtje, më thanë, ikë se je djali mirë. Je djali mirë, bravo. Mirë, ja zonjën këtu të nderuar, që ne morëm dhe ca thashe theme mba përpara, dhe thamë, kush ishte vajza më e bukur atëherë, dhe ti ishe pjesë e listës. Ishe nga fillimi i listës. Është e vërtet apo jo? Po, ja aprovimi. Bukur. Tani flasim çik për mbrëmjet. Si bëshim mbrëmjet, çfarë vishit ju vajzat për mbrëmje atëherë? Të shti në atë ko, dhe me thani, i ka taku 63-shi, që kemi në marune si maturant, edhe kanë kënë 4 paralele. A shdalu A-ja, paraleli A. Aty kanë kënë elementet ma të shkaft, ma në këtë drejtim, ma të talentum. Ka kënë si që përmeni edhe Gjodaja, 4-shja, që i ka dhënë edhe qytetit Shkodrës. Atë kërcimi, prapa aja ishte, apo ishte cëja bëja, mo jeni ju të maturave të tjera, po unë po ju mbroj. Para aja ka kënë. Edhe për të kërcyer aja. Por, edhe i kina mjek. Qa ke veshur në mbrëmje, që bëshin? E qa veshim, tash. E ku kishim ata fustanet matë bukra, më noshim më vesh. Ma përshkruaj fustanin që ke veshur në një mbrëmje, për shumë a ishte? I fustan, për shemull, kanë kënë për para tefta. I kena qënë, tefta. E kështu e... Dirë ku ka qëni gjatë, dirë ku ka qëni gjatë? Posh gjuri. Posh gjuri, bukur, i mbyllur? Ja, për atë punë nuk... Ne Shkodrant, në përgjësi, kena kënë shumë marakli në veshje. Po. Edhe, pavarësisht thashe themeve që kishte në Shkodër, por ne si rini jena vesh shumë elegant. Sude. Me manë kimone, me të hapu në dikolte, nuk në ka. Po. Jaku po, afro dhe i zotri tjetër? Shtu që... Po. E kina kalu dhe majnë men. Edhe mbajnë men? Majnë men. Se me këtë rast, me që ma dhe fjallën, profesori Osmani, atëherë ka kënë i ri.
edhe ka kënë shumë korrekt, shumë kërkus, shumë i ndershëm, edhe në notë. Ka kënë profesorish Pina, për ne ka kënë jo mësuse profesorish, pa ka kënë edhe shoqe, edhe si motër. Sepse ajo na ka gjithmonë kërku edhe na ka këshillu. Bravo. Mirë, muzika që luaj në mbrëmje dhe si ishte metoda? Shkonte dhe merrej vajza? Sa do që përpiqen ky brez i ri tash të mohojnë punën artistike, aktivitetet kulturore që kemi bërë në atëherë, kote kanë. Ne kemi organizuar gjitha llojet aktiviteteve, me letërsi, me për fiskulturën, mamet e vallëzimit e gjithë. Por kishim një program, ne kishim një drejtor, për fatin isha kryetari i Këshillit të Kulturës të Konviktit. Kishim një drejtor Nori Çaushi, që ishte një pedagog e një psikolog që më ka shoqëruar gjithë jetën time në punë. Edhe vite, du programin për të mu, e qosha programin. Vite, profesor Tomori ishte më i ri vite, të me ne, edhe ishim ndamë të shinje. Vëllezat një krah, djetë një krah. Po shërejnë një dom, bashkohoni, njëherë bashkohoni edhe bërtiti profesor Tomori. Se ishte ka si mos me mu, ishte një mos me mu. Dhe ne kishim një klas, djem e vajza shumë të bukur, si më pyte por. Të gjithë ishim në orë. Pa përshtim, nuk mund t'i përmendi me emra, po të gjithë të fillut e vera, të dritë, të sabaheti, e shkëllëzime, e me radhë, të gjithë të bukur, e gjithë bukur. E të gjithë vesheshim bukur. Që mas në mohoj ne që thënë, nuk kanë ditë më vesh, e s'ka ditë më vesh. Të gjithë kanë kënë, jo më uniform, jo gjithë një loj. Disa kujtime të tjera që dëshironi t'i ndajnë? Një detaj të shkurt për natën e mbrëmjes maturës. Bravo. Që më ka mejtë në mend. Kemi vajtë da foto mbi tavolinë, disa poshtë, disa lart, njëri përmi tjetrën, kështu gjatë që si majmunat. Nuk e majnë me që kena pi, më një moni ju, por di që kemi pi me sapa alumini. Ja, ta kanë kënë, që kanë me. Me gjitha që mbrëmja ka kënë e jashtë. Në qëfar ambienti është bërë mbrëmja e maturës? Mbrëmja e maturës është bërë në konvikti, në ambientin e konvikti djemve. Me orkestër atërë, ose? Pa me orkestër. Te konvikti, në bërë. Në bërë. Me tavolinat ulta dhe ne ishim të ullur në shtolla. Dhe ka filluar në cilën orë dhe në cilën orë ka mbaruar? Ishte një mbrëmje që bëjtar? Deri në mëngjes? Pa. Shkollën Dritës, nga kanë organizuar shkolla me profesorët, kena hyrë motopark edhe kena dalë në për licen. Që ose ju kujtohet. Kam një fotografi të mbrëmjes maturës të në cilën nga shoqët janë Tomori, profesori, Tole Paraqim, Sanie Morina, fotografia. Unë Gjoda të rakitarë se më ka kapë mu, Gjylsime Shkeli që muan, Liliana Bashdari, dritë pas, e mrekullueshme, Rozina Paraqim, tati, Shëqiri Palasku, Zevzioni, atë të ndryshëm. Fotografie cila në gjallë shumë kujtime të jashtë zakonshme. I shof të mërami që bajnë të mija të shi, absolutisht, se mu më ka taku me ditë të fundit me kënë në shkollë, mërami ata hershme janë pak rasushme. Gjithashtu, profesorin e këna pas kejtë të ri, ka kënë udhëheci shpirtënor dhe materiali ynë. Pëm një batut vogël që më kanë ollë me profesor Tomorin. Ishim vit 4, edhe në mësimoj edhe do të flitë që unë për jetën edhe vepën e Goethes. Në liber ishte shkru me Johann Wolfram Goethe, gjermanisht. Edhe të shti unë dalë në drazes edhe e them tekstualisht Johann Wolfram Goethe, lini e tjere profesori, si duket ishte pak si nervozuar atë ditë, edhe në zorë jashtë. Moment, si më thonë, edhe unë se diskutova. Kur dali jashtë, klasa jonë ishte 5-6 metra larg drejtorisë, përballën fill me drejtorin e shkollës në Çaushi. Edhe ai ishte shumë i ashpër kështu me pa, por shumë simpatik në najmet e. Edhe më thotë mu, po ti, unë sa më nëzori profesor të hori, pse? Qa bane? Thasht, i këtë fjallë, ka për kraut, ka kërësit në derë, edhe i ka thonë, i ka ba me dorë,
edhe unë jam ullë pranë në bankë. Kështu që ti e mësove se si shqiptohet dhe sot e thua? Sot si e thua? Unë dhe thëmë gete sot, pa gjermanisht. Atë ishte shkruve si gjermanisht. Dikush tjetër? Një të vogël. Nuk e di se kush nga të smoj, edhe më tha, Gjot, me që ti ji më i shkath, futu në këshill pedagogjik, edhe pyte profesor Luigi Franin. Në parantez, pjesa dërmuese e pedagogëve tonë kanë kënë të laurum në prandim, kryesisht në Rom, Milano e me radhë. Atë kulturë prandimore kena marrë edhe ne. Dhe unë trokas në derë, hyrë më thëtë, ishte vetëm, po qortonte. Edhe unë futem, profesor Luigi, ma qëke, më falli, thamone, a na i ke korrigju hartimet? Nuk ishin klasë tonë, se ne bashim me profesor Tomorrit. Qa thumër, më thëtë edhe, afrohet shto. Hajde. I afrohem, i tham, a na i ke korrigju hartimet edhe i herë? Jo më profesor, deshta me pyt, a na i ke korrigju hartimet? Urna, italian jeti? Jo i tham, unë shqiptar jam, po nuk i thojnë korrigjim marë, po qërtim hartimit marë budal. Sot me bamja të regu Brazit ri, thët, bjere i herat të shohim atë leksik që ka. Gjysa leksikut shqipes është ham, hum, edhe anglisht. Sot në mesin e ish maturantëve ndodhet edhe një ish nxënëse, e cila ka qenë 2 vjet më e vogël se ta. Ajo quhet Dhurata dhe ka ardhur nga Tirana së bashku me motrën e saj, Vera Lohja. Do ishte mjaft interesante për të njohur këta ish maturant edhe nga një këndvështrim tjetër. Unë jam Dhurata Lohja, Cemi, kam qenë edhe unë maturante e kësaj shkolle, por 2 vjet mas kësaj mature, sepse ne ishim 2 motra. Unë për inerci me qenë se motrën e kisha në pedagogjike, baba vazhdoj, më qoj edhe mund pedagogjike dhe këshu që ne marrun të dyja pedagogjiken. U përmend shumë Aja. Ju që ishim më të vegjël, i shikonin shumë që më të mirë se ju? Shikoshim se arktohej më shumë, edhe si tha profesor Tomori, kishin edhe profesorin e ri, se këto e kishin profesorin pak më të moshuar, edhe profesor Tomori ishte në ato fillimet e tij dhe donte duket me fitu edhe pikë shumë. Kështu që mori klasën, ishte në organizator të mirë shumë, e kishim gjelos, zi edhe ne, po dhe unë kam pas një profesor të ri, se ishin shok e në vërtuzi. Edhe ai ka vdek, kështu që një omash për te, profesora shumë të nderuar, dhe që se cilin a ka bëmsim, dhe unë vi me shumë dëshirë në këto takime. Matura juaj është mbledhur kaq shpesh? Matura jonë asnjëherë. Nuk kena pas mundësi, sepse unë për vete kam kënë jashtë. Nuk kena Muhamet Shal. Duhet me pas një Muhamet Shal. Prandaj edhe Aja ka fitu pikë, sepse ka pas Muhametin, ka pas profesorin kry, Muhamet edhe gjithë tjerët me radhë. Aja i ka pas shumë të mirë, sepse ka pas edhe artista më radhë, në atë kohë. Pra ka të bëjë dhe brumi apo elementi? Pa tjetër, kishte element, sepse kishte ma tepër nga Shkodra. Ndërkohë, ne vazhdojmë të mbledhim kujtimet të tjera të para 55 viteve. Në fund të maturës, shkolla organizoi një ekskursion, edhe shkuam deri në Sarandë, me gjithë kolektivin. Kur u kthyme rrugës, qohet në Ryqeushi e thot, shikoni nxënësat, tash ma jeni kolegë tonë, edhe mund të thoni çfarë dëni. Edhe fillon nxënësat tash të fol për çdo gjë, për çdo profesor që kishim aty. Dhe një batut ja tha me Tomor Osmanit, kur të kalojmë nga rrugica, do të na kujtohet Tomorica. Marru matematik, fizik, kam punu në shkollë, në shumë shkolla. Nër ata më të dallumit janë Branko Kadia, edhe kjo shoqja ka mësuese me mu. Drejtuese ku je? Një aty në shkollë Branko Kadia, drejtuese 9 vjet. 9 vite? 9 vjet. Ne do ta kujtojmë shumë shkollën pedagogjike, sepse krahas aktiviteteve të shumta,
artistike, pra për çdo vit janë bën programe artistike, koncerte në mes shkollave, manifestime fiskulturore në stadium midis shkollave. Ka pas shumë aktivitete të tjera mrena në shkollë. Kina kënë gjithë kohën të aktivizum, të angazhum. Kam marrë pjesë nga profesori Shpina që ka kënë një metodiste, mësuese shumë e zoja, na ka dash dhe na ka eduku, na ka dhënë mirë edukimin fizik, që dali mësuese të mira në tana drejtimet. Profesor Tomori na ka bën gjuhë letërsi dhe unë kam shkruar një libër dhe kur e bëna atë librin doja të ma lexonte profesori që të ma shtote pak notën e hartimit sepse gjithnjë nuk merrja shumë mirë. Pas takimit që zhvillua në ambientet e gjimnazit 28 nëntori, aktiviteti do të vijonte edhe me surprizat të tjera të këndshme. Bangat e shkollës moj mike, dy emra I gdhëndëm dikur, por ti nuk e di si më hike, dhe zemrës I vura një gur. Dashuria e parë nuk harrohet, dëgjoj e këtë fjalë që trondit, veç mali me malin stakohen, por njerëzit takohen. Unë kam qef t'i quaj ata maturant dhe jo ish maturant, sepse ne nuk do merremi fare me thinjat apo me linjat, ata vazhdojnë t'je njerëz të bukur në shpirt. Dhe nga ato kujtimet magjishme që I sodhën në ambientet e gjimnazit 28 nëntori apo 29 nëntori siç është quajtur në kohën e tyre, ne jemi zhvendosur sepse është ai momenti që pas tyre kujtimeve disa ishin emocionuese, disa edhe prekse, po kishte edhe humor, po kishte edhe këngë live aty që u kënduan prej tyre, për të ardhur në një ambient tjetër të këndshëm te Casablanca është zgjedhur si vend që ata të festojnë takimin e tyre pas 55 viteve. Ne do të sjellim edhe mbresat të tjera dhe për më tepër ja sapo kaloi kingu I maturantëve, po ja dhe ku është edhe kingu tjetër, do kërcejmë dans sonte neve apo jo? Edhe do më shohish. Do të shikoj. Si sa bukur kërcen. Do më shohish se si kam kërcyer. Po dans. Kështu që ti do kërcesh sot. Dhe tregosh vetë. Edhe si patriot. Edhe si patriot. Po të duken damat në formë edhe mbas moshës 70 vjeçare, të duket që mund të kërcej mirë dans, si të duket ty? Po vallëzimi nuk ka mosh. Nuk ka mosh. Nuk ka mosh. Kështu që do gëzoni me shpirt, do këndoni, e dans do kërceni, e twist, e rock and roll nga këto dini? Edhe ato. Do ta tregojmë vetëm. Pas pak. Shaleshtoj thoshim atëherë. Kështu që do gjejmë formën që ta ndrisim për të treguar se zotëria I cili është mirë ditor, kanë ditur e konviktore të kërcejnë. Mirë? Kam qenë njësh në pedagogji. Mirë, kaq. Nuk po lavdërojmë më shumë se pastaj. Okej, po. Kaq të përmalluar duken ish maturantët, sa në çdo tavolinë që të afrohesh, do dëgjosh histori nga më interesantet, ku në pjesën më të madhe ato tregohen plot humor. Femna më mirë që kena pasë në klasë. Tamam. Që ta dini jo, një ditë, profesor Tomori më thëtë, e ke rallën me ba pastrimi. Edhe unë I afrohem, to le thëmë, kena pastrimin bashkë. Ik e drejqë, më thëtë unë. Se më kishte pak si I nadë. Pak si lapazan, a kuptan? I mungot e partneri pastrimi, se që qoj... Pa. E tullje në të ko. Ishte ko. Ka pas një më të rritun se na. Mirë pa, edhe unë e lëkë moshe. A kuptan? Ju afrova se si e preka, a si me prek gjarpnin. Reagimi me njerë. Ik marë për gabëm. Jeta si ka vazhduar për ty? Jeta ka vazhdu, jo me se I mas dëshirave të mia, një martesë shpejt, fatkeqësinat më ka njek bajage, por gjithsesi falenderoj Zotin që jam një zonjë grua dhe ja sot ka ardhur edhe kam marrë me të. Një prezantim shumë I vogël për zotrin? Shikome, që ka pasi fatkeqësi ka dhe djali 18 vjeç. Po e tha zonja. Po, emri jot? Ali Brahusha. Ali Brahusha. Po. I pari në listën emërore të klasës
Fillon të emri me A. Do me thënë ti pyeteshe më shumë nga të gjithë? Jo. Nuk më pyqin ma shumë, por se më kaloshin, se i tu e kena. I ke, është i pari, s'ka kuna ike. Profesorin e kujtojmë me shumë nostalgji, edhe e takojmë, të se nuk jam të në Shkodër, edhe tjetë. Nga ka trajtu herë zakonisht shumë mirë, se ishte edhe afërt, paka shumë pare, thash, 7-8 vjeç me moshën. A qëllë shumë mirë me ne. Për gjithë pedagogët e shkollës mesme pedagogjike të asaj periudhe 4 vjeçare ku unë kam studiu, kam respektin më të madh në mënyrë të veçantë, me drejtor Gani Dajun e Nori Çavushin e të gjithë tjerë që ata vetë i zgjidheshin me gisht. Do doje ti ishe edhe një herë 18? Ta kthejmë kohën mrapa, do doje? Patjetër, edhe mendoj shumë ashtu. Shumë. Ja, ma jo me lëviz, që kena lëviz, po më nej shumë. Ati ishte 5 vjetë, vete matura, vete vitin fundit. Shumë kohë në të periudhë. Mëtej një drekë e shishme do i grumbullonte gjithë miqtë së bashku. Nga organizatori Muhamet Shala, edhe pse një punë tepër e lodhshme, është menduar çdo detaj, që gjërat ecin sipas parashikimit dhe të gjithë mbeten të kënaqur. Motra dhe vllazën. Vllazë dhe djem, nga pas va mirë, ju lumë që në kam, o më lëshin zile, pa që jetë një gjatë, e takë mirët që dishën e bërë zemë. Shtesën e kërkesën, o më lëshin për herën zile. Sa ta këtë ba, e më në zëbi, anë në gjërë. O më të kështë mirë. Ju pak mirë, dhe zhërë. Ahmet ne yapalım da
Wiesza szkuli, walczy pozdoi, ludzie to, ja tu w tym wróci raki mój wiesi, na kopę. Ja tu w wróci raki mój wiesi. Duhet pranuar pa hezitim se ky brez është dalluar për mbrëmjet e shumta të vallëzimit. Ndoshta kushtet nuk i kanë pasur komode si sot në mbrëmjet që organizoheshin, por kishte më gjallëri, më dinamik dhe njiheshin një mori vallëzimesh që sot pothuajse janë haruar krejtësisht. Dhe ja, shikoni si kërcejnë. A nuk duken të këndshëm dhe elegant edhe tani pas moshës 72 vjeçare? Vitet nuk ndalen. Askush nuk ka mundur ta bëj këtë, por miqësitë e vërteta gjithmonë kanë sfiduar kohën. Është shumë e rëndësishme mënyra se si ndërtohen ato dhe si i vendosin marrëdhëniet. Sot duket tepër e vështirë apo e pamundur që maturantët të takohen pas 55 viteve. Disa nuk arrin kur të realizojnë këto takime. Herë mungon dëshira e herë organizatorët. Por është sinqeriteti ai, marrëdhëniet e pastra dhe pa interes që mundsojnë jetë gjatësinë e një miqësie. Të gjitha 72 vjeçar kanë ndjekur rrugët e tyre në jetë, janë ndeshur me gëzime apo probleme të panumërta, por e kanë gjetur aq vend në zemrat e tyre ku ta ruajnë këtë miqësi të hershme. Kjo i fisnikëron ata dhe i bën model për brezat që vinë.